Wallahi billahi, unë e kum thonë, do të them edhe do të vazhdoj me thonë. O i dashur jam, qaj që tirë për namazat të dasht. Wallahi, qaj që thot hajde që të këtë sejde, pasha Zoten, mi a qitë gjdo dit kajtëri leqe pak është. Kajtëri leqe mi a qitë pak është. Mallin e dynjes mi a jep pak është. Që të kur, wallahi, qaj që thot hajde me fal namazin, për me a shpagu këtë mirë që të tabo, mallin e dynjes mi a jep pak është. A di që ato me thonë me pështu pizjarë me gjenemi, se kanë na ka një herë, nuk jem të e ditë, da kena, nuk kanë borë rutinë shumë qëra. A di që ka zjarëmi i gjenimit? Zjarëmi i gjenimit, dashurit e mi, i tut kresat më të mira në djetin e kiametit. A di kush janë kresat më të mira? Pejgambert e Zotit. Krejt pejgambert, prej Ademit a.s. Prej Ademit a.s. E deri te Isa a.s. krejt pejgambert tojnë, nefsi, shpirti jam. Pse thojnë pejgambert ditë në kiametit, shpirti jam? Të përzgjedhët e Allahut, dashurit e Allahut, Ibrahimi, Khalilullah, i dashurit e Allahut me thonë nefsi, Musa a.s., Isa a.s., Nuhi a.s. Pse këta me thonë nefsi? S'ka ditë e madhe dashurit e mi. Ku mbesim na? Ku mbesim punë tana, o i dashurit e mi, një njeri që a ditë që ku shënkon me këta, a ditë Allah kur folë për pejgambert e ti, që shi përshkrunë Allah pejgambert në Kur'an. Wa kanu lana abidin. Allah. Ata ishin rabtan të mirë. Allahu akbar. Për pejgamber. Ama ma dhalik, edhe mbi gjitha, që ta pejgamber kanë me thonë nefsi, shpirti jam. Ku mbesim na? Që me thonë, ja Rabbi, lutfuke ja Rabbi, ruhmake ja Rabbi, o Zot, na prek me rahmetin tonë. Ama namazit dashurit e mi. E aj që t'irë ty në namaz, të tajde mu falë, Allah u të ta dasht mirën. Aj për do me të rujtë për shi gjehnemi. Allah, une nuk jom dalë këtu me i përcaktu njës kush ku ka me hija u tanë. Ajo që është e Allahut. Ama, po dasht me të regu diskutimin e djetarët, dhe së është diskutim shumë i madhë të djetarët. Aj që s'falet o musliman, asë është musliman. është diskutim shumë i madhë, wallahi billahi, që na kena plot dashur tonë që na kanë ikte Allah pa namaz. E ka logjik dikush mja dëshiru dikujt veti që s'ka po namaz me shku në xhehenem? Jo, wallahi jo. Ama këtu s'është me dëshira. S'o ke fonton dëshirash. Ama me e pakta që ka mundë me thonë, pa dash me i prej teshat. Wallahi billahi, aj që dek pa namaz, ajo pretendent me hinë xhehenem. Ai që i ka shku Zotit pa namaz, ajo pretendent me hinë xhehenem. Ai në xhehenem kanë me hinë njerë që kanë bo namaz. Në xhehenem kanë me hinë njerë që e kanë qitë kytën sejde. Kytën sejde që e kanë qitë. Kytën sejde. Wejlu lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Allahu thot në wejl është një për luginave xhehenemit. Thot do t'i hudhim në wejl ata që gjatë namazit tyre si më konë të kujdeshëm. La ilaha. S'po thot që si o falë, si o kotë kujdeshëm. Se ka falë dreken në kohën e vetë, pe ka falë në kohët i qindis. E qindi në kohën e akshomit, në kohën e jacis. Që kurse do plot vlazën tonë për fat keq, që na vim pyetje çdo ditë për perëndimit, do të hoxhu ne të punu, pse ata shkruan di kanë Kur'an që ai që punon te Hansi është i arsyetuma? Jo, bil kabe jo. Tha tash kujto që atje që të punu tash, fauni bëj kaza. Kur ti i pi drekës denja ci fali krejt. Telaubu bid-din, kjo me lut me fenë e Zotit. Ma mirë me ndajt në Kosovë me pas rrugën 400 euro e 500, e me ndajt gati namazit e me falë namazin ku, Allah se mi marë 5.000, 10.000 mi marë atje po, kur ti bashkan namazit to, vejlit pret. E për deri se Allah i ka kërcnu ata që falen, po se kryn namazin që shduhet me xhenem, ku mbesin ta që s'jon falë kur hiç? 60 vjet kur kryt në sejtë se ka qitë. 60 vjet ka jetu kur nuk din me ndalë ka plot. Edhe ka njerë që ditë na me disa, kur për i shojmë në për këto video që po dalin në për rrjetet sociale, do të folë fjallë, të folë fjallë, të më jo feja kështu, jo ashtu mërë pusi, pusave, mërë pusan, pa e din mërë që një ko me ki, mbi dhe, një ndër dhe e ki, mërë pus, a di që kur t'gjallë me lej, ku i vdej, kës t'ka me t'gjujt gjehenem, si leck, ka me t'gjujt. Tobin Allah, këthejo Allahot.